Ju uroj mirëseardhje në këtë darkë të organizuar nga shoqëria Lëvizja për të gëzuar e festuar bashkarisht festat e nëntorit të madh. Në ciklin kozmik të sinëve, nëntori është muaji i rënjeve. Por në rrjedhën e historisë sonë kombëtare, nëntori është muaji i ngritjeve të mëdha dhe më përcaktuese të historisë shqiptare, muaji i rilindjeve të saj, epokë pas epoke. Nëntori është muaji i rikthimit tek rënjët, i rigujtimit sakrificës dhe nderimit të aktiviteteve të shqiptarëve, që nga dita e flamurit të Gjergjit ton, Gjergj Kastriotit Skënderbeut, kur me ngritjen e simbolit të Shqiponjës dy krenare, shënoi momentin e rezistencës, krenarisë sonë kombëtare. Nëntori është muaji i dritës së dijes. Kongresi i Manastirit i dha kombit alfabetin e gjuhës shqipe, një moment që forcoi komunikimin, identitetin dhe rrugën tonë kulturore për të vazhduar pastaj me nëntorin e vitit 1972 me Kongresin e Drejtshkrimit. Nëntori është muaji i Ismail Qemalit dhe burrave të pavarësisë. Po në këtë muaj, Shqipëria njoh një tjetër moment kësht të historisë, çlirimin e Shqipërisë nga pushtimi nazi-fashist. Nëntori na sjell në kujtim figurën e rezistencës sonë kombëtare në Kosovë. Në nëntor festojmë edhe ditëlindjen e komandantit Adem Jashari, simboli i qëndresës dhe sakrificës për lirinë e Kosovës. Nëntori lidhet gjithashtu me veprimtarinë e LPK-s, e cila ja doli mban dhe me sukses misionit të saj historik. Dhe ky sukses ka një emër të veçantë e të shenjtë për kombin tonë, Ushtria Çlirimtare e Kosovës. Historia ka për të treguar brezave që vinë se këto dy lëvizje ishin lëvizjet më të suksesshme në historinë e kësaj pjese të kombit shqiptar, që u angazhuan dhe luftuan me aspiratën çekullore për çlirimin e Kosovës dhe bashkimin me pjesën tjetër të kombit në emrin më të bukur e më të shenjtë për ne, emrin Shqipëri. Nga ky rrugtim, përvjetori i shoqërisë Lëvizja, të cilin po e festojmë sot, merr edhe më shumë domethënie. Gjatë një dekade, shoqëria Lëvizja ka qenë vatër e mbledhjes, ruajtjes dhe afërmimit të trashëgimisë sonë atletare, politike e çlirimtare. Një trashëgimi që buron nga lëvizja kombëtare shqiptare dhe u kurorëzua me sakrificën dhe heroizmin e LPK-UÇK-s në luftën për çlirimin e Kosovës. Të nderuar të pranishëm, kanë kënaqësinë dhe nderin që para jush ftoj për fjalë hapëse të kësaj darke festive, kryetarin e shoqërisë Lëvizja, zotin Xhevat Bislimi. Mirëmbrëma, antar, veprimtar dhe drejtues të shoqërisë Lëvizja. Mirëmbrëma, miq të shoqërisë Lëvizja, luftëtarë, veprimtar të çështjes kombëtare, ju të gjithë që jeni sonte këtu, edhe ju gratë që u keni qëndruar për krah burrave tuaj gjatë gjithë kohës, sepse pa ju se besoj që do të vinte liria e Kosovës. Mirëmbrëma i dashur namik, i dashur Enver Reçi, me miq, me shok që keni ardhur në emër të organizatës së dëshmorëve. Kënaqësi që sonte jemi bashkë, brezi i viteve të para 80-nishit, të para pranverës shqiptare, që përfaqësohet me Basën Mehmet, me Hydën, me Binakun, me shumë shok tjerë që janë këtu, me Beratin, dhe brezi vijues me pranverën shqiptare 81, dhe me kulorëzimin e saj me luftën çlirimtare të UÇK-s, e cila finalizoi ëndrrën, përpjekjen, luftën, sakrificën e mijëra djemve, vajzave që vuajtën burgjeve të Jugosllavisë pushtuese, dhe ëndrrën e brezave të mëhershëm që nuk e pan Kosovën e tyre, Shqipërinë e tyre të bashkuar e të lirë në një njësi të vetme. Sonte me ne edhe ata që përfaqësojnë Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës dhe themelimin e saj. Njëri nga ata, Xhavit Haliti, Fazli Veliu dhe shok të tjerë nga Kumanova, Sadullah Duraku, Lusi Beqiri,
Gjevat Zeka, Zenun Pajaziti, e shumë të tjerë, Shefiku, kryetari shoqatës burgosërve, Gjavit Jashari, kryetari familjeve të dëshmorëve, Fadil Shurdha, kryetari invalidëve të luftës çlirimtare të UÇK-s, Dervish Qadraku, Bejtullah Tahiri, shumë Vebi Fetaj, Idris Mehmetaj, plot, gjithë ju, mirë se keni ardhur në 10 vjetorin e shoqërisë Lëvizja dhe në muajin e lavdisë shqiptare, në muajin e festave të mëdha të kombit tonë, në muajin nëntor. Unë kam përgatitur një fjalë të shkruar, por kur po ju shoh gjithë juve kaq burra, gjitha veprimtar, nuk e kam të lehtë më e lexoj, por po e lexoj. Të nderuar anëtarë dhe drejtues të shoqërisë Lëvizja, të dashur përfaqësues të organizatës së dëshmorëve nga Tirana, të ftuar të nderuar miq dhe bashkëveprimtar nga të gjitha trevat shqiptare dhe nga mërgata jonë. Është një privilegj dhe nder i veçantë që uroj mirëseardhje në këtë tubim jubilar, ku shënojmë 10 vjetorin e themelimit të shoqërisë Lëvizja, një organizatë që në këto 10 vite ka dëshmuar jo vetëm qëndrueshmëri institucionale, por edhe maturi intelektuale, seriozitet shkencor dhe angazhim të pandërprer në shërbim të kujtesës historike dhe trashëgimisë sonë kombëtare. Shoqëria Lëvizja u themelua me dëshirën që të jetë adresa dhe vend takimi ynë në kohën kur shumë shok, veprimtar, luftëtar, drejtues të lëvizjes e të luftës sonë çlirimtare ishin angazhuar në parti të ndryshme politike. Ky përvjetor merr një domethënie të veçantë pasi kremtohet në muajin e nëntorit të lavdishëm, muaj të cilin tradita, historia dhe vetë identiteti ynë kombëtar e kanë shndruar në simbol të lirisë, pavarësisë, qëndresës dhe fitoreve historike të idealeve shqiptare. Është muaj i flamurit dhe i pavarësisë së Shqipërisë, muaj i alfabetit dhe i gjuhës sonë letrare, muaj i çlirimit të shtetit tonë nga nazifashizmi, muaj i themelimit të UÇK-s dhe i komandantit legjendar Adem Jashari, muaj i sakrificës dhe i vedijes kombëtare, muaj kur çdo shqiptar e ndjen veten më pranë rënjeve të tij. Në këtë atmosferë të solemnitetit kombëtar, me nderim të veçantë, presim dhe përshëndesim marrjen e përfaqësuesve të organizatës së dëshmorëve të Shqipërisë, zotin Amik Dokle, një figurë e njohur e jetës politike dhe institucionale shqiptare. Si dhe zotin Enver Reqi, sekretari i organizatës, i shoqëruar nga zonja e tij, dhe miq tjerë. Prania juaj mes nesh nuk është vetëm respekt protokollar, por është një shenjë qartë e bashkëpunimit që ndërton ura ndërmjet institucioneve, organizatave dhe shoqërive që i shërbejnë të njëjtit mision, nderimit të dëshmorëve të atdheut dhe mbrojtjes së vlerave themelore të identitetit tonë historik. Shoqëria Lëvizja, e themeluar një dekadë më parë, lindi si një nevojë objektive dhe e natyrshme për të institucionalizuar përvojën, idealet dhe kontributet e veprimtarëve të lëvizjes kombëtare, të intelektualëve të angazhuar dhe të luftëtarëve për liri e bashkim kombëtar. Ajo u krijua me bindjen se kujtesa historike kërkon ruajtës të përkushtuar, dëshmitar të ndërgjegjshëm dhe organizim të strukturuar. Në rrjedhën e këtyre 10 viteve, Lëvizja ka treguar se është jo vetëm një shoqëri, por edhe një institucion i kujtesës aktive, një hapësirë dialogu, promovimi, studimi, reflektimi dhe afirmimi të vlerave tona kombëtare. Në këtë dekadë veprimtarie, shoqëria Lëvizja ka arritur të vendosë standarde të reja në trajtimin e kujtesës historike përmes aktiviteteve kulturore, akademike dhe përkujtimore. Të përforcoj lidhjet horizontale dhe vertikale me institucionet kombëtare, me shoqatat homologe dhe me institutet tona shkencore në gjithë gjeografinë shqiptare, si dhe me mërgatën tonë. Të kontribuoj në kujtimin dhe ndriqimin e ngjarjeve dhe figurave historike, duke ruajtur objektivitetin shkencor dhe integritetin moral. Të krijoj një platformë ndërbrezore, ku brezi i dëshmitarëve dhe i veprimtarëve të historisë kombëtare bashkë bisedon me brezat e rinj, duke transmetuar vlera, ideale dhe dije të rralla. Të mbroj vlerat dhe dinjitetin e veteranëve të lëvizjes dhe të luftës sonë çlirimtare, duke artikuluar publikisht nevojën e trajtimit dhe
vlerësimit institucional, moral dhe shoqëror të kontributit të tyre. Të forcojnë ndërgjegjën kolektive, duke kultivuar narrativën e drejtë të historisë sonë dhe duke mbështetur me publikime, studime dhe debate të rëndësishme shkencore. Në planin akademik, lëvizja ka dëshmuar se është e aftë të mbajë gjallë kulturën e analizës kritike, të promovoj debatin e argumentuar dhe të kontribuoj në ndriqimin e periudhave historike të cilat shpesh janë keq kuptuar, keq interpretuar ose neglizhuar. Në një kohë kur relativizimi historik dhe dezinformimi përbëjnë sfida serioze, roli organizatave si lëvizja bëhet edhe më i domosdoshëm. Ky 10 vjetor është një moment i rëndësishëm reflektimi. Ai na fton të shikojmë me përgjegjësi jo vetëm atë që kemi bërë, por edhe atë që na pret përpara, sepse detyra jonë nuk mbaron me përkujtim. Ajo vazhdon me studim, me edukim, me ndërgjegjësim shoqëror dhe me promovimin e vlerave që kanë mbajtur gjallë identitetin tonë ndër shekuj. E ardhmja na kërkon përgatitje, vizion dhe bashkim. Dhe lëvizja bashkë me organizata tjera autoktone është shembull se si ndërtohet një traditë institucionalizuar bashkëpunimi që i reziston kohës. Prandaj sot në këtë ditë jubile dëshiroj të shpreh mirënjohjen më të thellë për antarët themelues që vun themelet e shëndosha të kësaj shoqërie, veprimtarët e palodhur të cilët me kontributin e tyre vullnetar dhe profesional e kanë mbajtur lëvizjen aktive dhe të respektuar. Të rinj që me energjinë e tyre i japin organizatës dimensionin e vazhdimësisë, miq dhe bashkëveprimtarët e bashkëpunëtorët që e kanë mbështetur në çdo hap. Le të vazhdojmë punën me qetësi, me profesionalizëm dhe me përkushtim atdhetar. Le të ruajmë integritetin e kujtesës historike dhe ta mbrojmë atë nga keqpërdorimet. Le të forcojmë bashkëpunimin ndër shqiptarë dhe të kontribuojmë në ndërtimin e një kulture kombëtare që bazohet në mirëkuptim, dinjitet, drejtësi dhe vlerë. Ju falemnderit për pranimin, për kontributin dhe për mbështetjen tuaj në këtë udhëtim 10 vjeçar. Sot e për gjithmonë, për ulemi me nderim të thellë para dëshmorëve dhe para gjithë atyre që u përpoqën e luftuan me penë e me pushk për liri e bashkim kombëtar. Urime 10 vjetorin e shoqërisë Lëvizja. Gëzuar festat e nëntorit dhe qofshim gjithnjë në shërbim të vlerave më të larta kombëtare. Gjithmonë gëzime e përparime për Shqipërinë tonë dhe për shqiptarët kudo që janë. Gëzuar! Falenderojmë kryetarin Bislimi për fjalën dhe për gjithë angazhimin që po bën shoqëria Lëvizja në angazhim të vendit dhe dheut. Sot me praninë e tij na ka nderuar zoti Namik Dokle, veprimtari, autori dhe politikani i njohur shqiptar me kontribut të gjatë në jetën publike. Sot kam nderin të aftoj për fjalë rastin në emër të organizatës së dëshmorëve nga Tirana. Mirëmbrëma të gjithëve. Jeni aq shumë sa ta mbushni zemrën plot dhe unë kur hyra desha t'ju përqafoj të gjithëve, po s'pata mundësi sepse e tillë është salla. Dhe desha t'ju përqafoj dhe ju përqafoj me shpirt e me zemër, sepse të përqafosh këta burra dhe gra, do të thotë se përqafon historinë moderne të Kosovës, historinë e sotme dhe të ardhme të Kosovës, sepse para se të dilni ju në mbrojtje të lirisë dhe të pavarësisë Kosovës, përpara se të kaloni kalvarin e burgjeve, kalvarin e torturave dhe pastaj sakrificat e luftës, e ardhmja e Kosovës ishte vënë në pikpyetje. Jeni ju burra dhe gra të ushtrisë qëllimtare të Kosovës që kësaj pikpyetje i rat vizë. Këto punë të paqes janë më të vështira se të luftës. Si që më urdhroi komandanti, ashtu. Më falni që ju kthej shpinën juve, ose po ri kështu. Pra,
qenë ka vërtet mirë mikrofoni këtu. Pra, ju jeni ata burra dhe gra që asaj pikpyetje për të ardhmen e Kosovës i rat kryq dhe hapët shtigjet e lirisë, hapët rrugët e gjëra të pavarësisë Kosovës dhe të zhvillimit të saj në udhëtimin drejt të Europës demokratike. Pra jeni ju lavdia e Kosovës. Natyrisht një lavdi e re që i bashkohet lavdisë së hershme të popullit shqiptar në Kosovë, në Labri, në Korçë, në Dibër, në Çamëri e kudo. Dhe kjo lavdi nuk mund të shuhet nga kalemgjit e sotëm që i shohim edhe në Tiranë, ndoshta edhe në Kosovë, po kam përshtypjen që më shumë në Tiranë. Megjithatë, këtyre kalemgjive ne atje në Shqipëri u themi, nuk më zeqe deri mua se ka fshati një langua. Ne e ka leta ketë, ne i varim të në qetë. Sepse të mohosh luftën, ke mohuar atë dheun. Të mohosh luftën, ke mohuar familjen tënde. Të mohosh luftën, ke mohuar nënën tënde. Ke mohuar nënën Shqipëri, ke mohuar nënën Kosovë. E pra, ata që duan ta mohojnë, sa do që të përpiqen, nuk do të arrin kur. Nuk do të arrin kur. Janë munduar shumë të futin në arres luftrat e mëdha të Skënderbeut dhe nuk e kanë arritur dot. Janë munduar shumë të futin në arres luftrat shekullore të popullit shqiptar dhe nuk ja kanë arritur. Janë munduar shumë të futin në arres luftën nacional çrimtare kundër nazifashizmit dhe nuk ja kanë arritur. Dhe kushdo që do të përpiqet të fusë në arres lavdinë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës është i dështuar. Ushtria çlirimtare e Kosovës tashmë është pjesë e historisë së Kosovës, është pjesë e historisë së kombit shqiptar dhe do jetë e paharruar. Do jetë shembulli i madh. Do jetë shembulli i madh i sakrificës, shembulli i madh i luftës, shembulli i madh i heroizmit për të mirën e popullit, për të mirën e atë dheut, për të mirën e të gjithë njerëzimit, se në fundit, kur bota ka qoftë edhe një vend të robruar, nuk mund të quhet e lirë. Dhe sot ne gëzojmë pikrisht këtë liri. Jemi në ditët e festës dhe është një mrekulli që shoqëria Lëvizja feston 10 vjetorin në këtë muaj të shënuar dhe unë uroj me gjithë zemër dhe besoj që ky urim është i të gjithë neve që jemi mbledhur, që shoqëria Lëvizja të vazhdoj aktivitetin e saj, sepse i shërben një kauze të madhe, i shërben simbolit të lirisë me emrin Ushtria Çlirimtare e Kosovës. Lavdi UÇK-s, lavdi popullit trim të lavdishëm të Kosovës, lavdi kombit shqiptar dhe të pavdekshëm të gjithë ata që kanë dhënë jetën për lirinë, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë. Dhe janë të pavdekshëm sepse trimave këngën u angren nënat. Unë do ju tregoj një shembull të një nëne labe në gjatë kohës së luftës nacional çlirimtare. Asaj ju vran 2 djemt. Ju vran 2 djemt dhe ajo nuk i qau djemt në kuptimin pejorativ të fjalës. Natyrisht dhimbja e nënës është e pakrahasueshme, por gjithsesi kurajoa dhe fakti që djemtë e saj u vran për liri i dhan nënës kurajon që të ftoj të tjerët në luftë. Dhe kaluan vite e vite dhe një ditë prej ditësh kjo nën thuri një këngë për djemtë e vet. Dhe unë po ju them vetëm 2 vargje. O djema ç'bëni kështu, vitet tutje ju të hu. Pra vitet ikin, po ju na afroheni çdo vite më shumë. Dhe kujtimi i dëshmorëve çdo vite më shumë afrohet me ne, çdo vite më shumë bëhet më i lavdishëm. Dhe unë ju ftoj të gjithë juve që të themi me shpirt e me zemër lavdi atyre që dhanë jetën për liri. Faleminderit shumë. Të falenderojmë Zotit Dokle për fjalën e mbajtur dhe jo vetëm, të falenderojmë për gjithë kontributin tuaj dhe të shtetit shqiptar, për gjithë shka që keni bërë për pjesën tjetër të kombit. Tani ftoj për fjalë përshëndetse Zotin Mehmet Hajrizi, një nga drejtuesit kryesor të Lëvizjes në vitet e 70-ta.
I nderuar kryetar i shoqërisë Lëvizje, Zoti Gjevat Besimi, të dashur vëllezër nga Shqipëria, krye me Zotin Namik Dokli, nga Maqedonia, gjithashtu në krye me Zotin Fazil Beliun e të tjerë. Më falni që nuk po mund të përmend emrat, me radhë se zakonisht e prishi kur të nis t'je them emrat. Të nderuar veteran të lëvizjes së rezistencës dhe të luftës, motra dhe vëllezër. Falenderoj shoqërinë Lëvizja dhe kryetarin e saj që na bashkuan sante në këtë veprimtari me dy sebepe. Për vjetoren jubilar të 10 të Lëvizjes dhe festat e nëntorit. Mbase nuk është koincidencë e rastit themelimi i Lëvizjes në vigjilje të festës kombëtare të pavarësisë dhe të çlirimit të Shqipërisë. Në këtë përvjetor, shoqëria Lëvizja vjen me një bilanc veprimtarie 10 vjeçare të parreshtur, pothuajse në baza ditore. Lëvizja i ka ruajtur, mbrojtur e kultivuar vlerat sublime të lëvizjes sonë kombëtare në shekuj dhe në mënyrë të veçantë të traditës së rezistencës shqiptare kundër sundimit sllavë të krajinave shqiptare të ndara padrejtisht e dhunshëm nga trungu i Shqipërisë. Në vetëm një dekadë, Lëvizja ka bërë një hartë të tërë identifikimi dhe shënimi të ngjarjeve, datave, vendeve të familjeve, të dëshmorëve e heronjve të rezistencës shqiptare. Aja ka organizuar shumë veprimtari përkujtimore, konferenca shkencore, tryeza, debatesh e tjerë, të cilat kanë kontribuar në ndriçimin e zhvillimeve historike të kohës më të re të Kosovës. Dëshiroj të uroj sot dhe këtu Lëvizjes mbarvajtje dhe suksese në dekadat vijuse, në shërbim të atleut ton nga veriu i Kosovës deri në jug të Shqipërisë. Në kapërcyll të këtij muaji, shqiptarët këteja andej drinit kujtojnë me krenari nëntorin e Gjergj Kastriotit, të Ismail Qemalit, nëntorin e flamurit të pavarësisë së Shqipërisë, nëntorin e epopesë së madhe dhe ngallënimtare të luftës nacionale shqiptare, nëntorin e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe të Adem Jasharit legjendar, nëntorin e lavdisë shqiptare. Ne shqiptarët e Këndej Kufirit, duke qenë të robruar, i kremtonim fshehur nëntorët, jo vetëm për të kujtuar ata, por edhe për t'i kthyer në burim frymëzimi e edukimi të brezave me traditën atletare dhe shpirtin luftarak shqiptar. Me lejoni të sjell para jush një kujtim të shkurtër nga jeta e OMLK-s, organizatës sonë të rezistencës para gjysmë shekulli më parë. Veprimtarët në grupet e vogla mblidheshin çdo 28 nëntor për të kremtuar festat në dhoma të ngushta konspirative, të stolisura me flamurin kuqezi dhe ikonografi të figurave të shuara kombëtare. Duke ngritur grushtet lartë në shenjë betimi e vendosmërie për t'i dalë zot kauzës sonë të madhe të lirisë e të bashkimit kombëtar. Simbolikisht, dhomat tona baza ilegale me 10-15 metra katror të stolisura si në Tiranë, i përjetonim atë natë hapësirë të shliruar dhe pa kontroll policor në tokën e Kosovës martire. Sante kemi shumë kujtime për të rrëfyer, por unë po mbyll këtu fjalën time përshëndetse duke ju uruar gëzuar festat e nëntorit. Shoqërisë Lëvizje i uroj suksese edhe në përvjetoret në vijim. Lavdi dëshmorëve të nëntorëve dhe të historisë sonë për liri e pavarësi. Ju faleminderit. Falenderojmë shumë zoti Ajrizi. Shoqëria Lëvizja në këto 10 vite ka arritur ta shtrihë aktivitetin e saj edhe jashtë atë dheut dhe për të folur si përfaqësues i degës jashtë atë dheut ftoj zotin Gjevat Zeka të merr fjalën.
Të dashur shok bashkëveprimtar, pjesëmarrës në këtë shënim jubilar të 10 vjetorit të themelimit të shoqërisë Lëvizja dhe të festave të nëndorit. I dashuri kryetari i shoqërisë Lëvizja Xhevat Bislimi, të nderuar pjesëmarrës të kësaj mbrëmje, gëzuar festat të nëndorit, të cilat tani po i festojmë më shumë të arritura e të realizuara nga programi i lëvizjes tonë kombëtare, falë angazhimit të adhetarëve e të luftës së ushtrisë shërimtare të Kosovës. Sot festat e nëntorit i festojmë në Kosovën shtet e të pavarur, e ndërruar shumë nga brezat dhe dëshmorët të rënë në përbeteja kundër pushtuesve. Në emër të kryesisë të lëvizjes të shoqërisë Lëvizja Dega jashtë vendit, të kryetarit saj Sedi Gega dhe të nënkryetarit Basri Misini, gëzuar ky jubile i shoqërisë Lëvizja dhe të këtyre festave tona. Edhe në këtë mbrëmje festive, duhet të themi se shoqëria Lëvizja për këto 10 vjet të veprimtarisë dhe punës së saj u shqua për vepra të cilat brezave do të mbeten dëshmi historike në të gjitha trojet tona se adhetarët dhe veprimtarët e të parët e tyre me përkushtim të madh ishin të angazhuar dhe bën sakrifica sublime për të realizuar aspiratat për liri e bashkim të trojeve të tyre. E gjithë kjo punë e shoqërisë Lëvizja nuk do të kishte këtë sukses pa punën dhe përkushtimin në veçanti të kryetarit të shoqërisë Lëvizja Xhevat Bislimi, i cili me përkushtim të madh për këto 10 vite ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm. Andaj, gëzuar festat nëntorit, lavdi të rëndëve për Kosovë, gëzuar edhe një herë. Falenderojmë shumë zoti Zeka. Në emër të shoqërisë Lëvizja nga Maqedonia Shqiptare, ftoj të merr fjalën zotin Luam Veliu. Nuk e di parafolësit si ndjeshin këtu për para jush, po unë nuk dua ta fsheh se emocionet mund edhe të më çorodisin në dy fjalët e mia, pasi secili nga ju bart mbi supët e veta amanetin e të parëve dhe bart mbi supët e veta emër për emër kontributin e vetë. Të nderuar të pranishëm, shok, shoqe, miq, ushtare, ushtarak, përfaqësues të organizatave të dala nga luftra, përfaqësues të burgosurve politik, ju sot me prezencën tuaj tregoni edhe një herë që këtu është historia, në mesin ton, këtu me ju bashk, ashtu siç këndonin ushtarët dhe ushtarakët gjatë luftrave çlirimtare, ashtu edhe sonte mendoj që të thënë ata fjalët e këngës së lavdisë, shumë bukur i shërbejmë atë dheut. Dhe ne sonte i shërbejmë atë dheut me këtë takim që kemi organizuar fal kryesisë qendrore të shoqërisë Lëvizja. 10 vjetori i shoqërisë Lëvizja, dekade angazhimit, vizionit drejt bashkimit kombëtar. Edhe këtu me pjesëmarrjen tuaj dëshmojmë se bashkimi kombëtar është këtu. Vetëm të hiqen bile Republika e Kosovës paksa e ka shtyr kufirin në tën të Maqedonisë, por uroj që deri në takimin e ardhshëm të jetë në strug dhe në qafan. Andaj, unë uroj gjitha festat e këtij muaji të lavdishëm, duke uruar për shëndet dhe lumturi në familjet e juaja. Faleminderit dhe përshëndetje nga shqiptarët në tërësi të
Republikës së Iliritës. Tani ftoj kryetarin historik të Lëvizjes Popullore të Kosovës, Fazli Veliun, që t'i jap mirënjohjen organizatës së dëshmorëve, të cilën do ta pranoj Namiku bashkë me sekretarin e organizatës. Urime. Urime i dashur Namik, urime organizatës dëshmorëve, ju paqe me jetë gjatë e me suksese të reja. Po është një rast vërtet i veçantë që na ka bë bashkë edhe jo shpesh takohemi në këtë përbërje. Unë jo rastisht i lash për fund Gjevat Ademin që e kemi këtu të respektuar nga gjithë shoqëria jonë, Bajush Gjemalin, General Sadik Halitjan, General Sadik Bujën, e shumë shok tjerë të cilët do të doja të thonë ka dy fjalë shumë shkurt. Besoj se pajtoheni me mua shpesh neve, në jetë na ka ndodhë që na kanë nxjerrë përpara zhvillimeve, ngjarjeve pa na pyet. Edhe kjo fjalë sonte këtu është si ta hudhësh njeriu në mes të oqeanit, pa e pyet a ditë notosh, edhe pa i hedhur një gomë aty afër që të shpëtoj. Po unë besoj se do pajtoheni me mua të gjithë, rrugës duke ardhur këndej për korrektes, doa recitoj një poezi. Nuk është e imja. Kur do e recitoj, do e kuptoni se kush është autori. Në sofrën e shtruar të historisë, presin të marrin lugët të gjithë. Vështrojnë thelat dhe duan të hanë, kurnac, grykës, batakçinj e pelivan. Po historia u jep nga një kafe më këmbë dhe thot e përmbajtur diçka në përdhëmb. Na falni, se presim në sofër të vinë ata që vërtet bëjnë historinë. Dhe unë sonte këtu shoh shumë histori. Shoh histori para rendësve tanë, shoh historinë e shokëve të burgut, shoh historinë e luftëtarëve dhe do më lejoni të bëj një dallim. Shoh historinë e gruas shqiptare. Sepse, do a them edhe këtë, jo shkaku i historisë time familjare, por çdo qenje njerëzore ka hak babe dhe none, sepse ka sjell në jetë, i ka dhënë jetë. Ne shokët kemi hak gruaje dhe inshallah ne kanë bën halal. Gëzuar e shëndet. Mirëmbrëma të gjithëve që jeni të pranishëm. Ndërkaq shoqërisë Lëvizja i urojmë 10 vjetorin e themelimit të saj. Unë t'i them një 2-3 fjalë për ish të dënuarit politik, sepse te kategoria ish të dënuarve politik gjithmonë me taj ka shoqëru dhe ka qenë në liria, bashkë me historinë kombëtare, që sot festojmë për vjetor shumë të rëndësishëm që nga Gjergj Kastrioti e këndej, muji nëntor është muji festave më të mëdha shqiptare, përfshi edhe Adem Jasharin, komandantin legjendar të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Bashkimi kombëtar na ka shoqënuar gjithmonë dhe deri në realizimin e këtij objektivi, shqiptarët jam i bindur që kur nuk do të ndalen. Shteti Shqipërisë do thot na ka edukuar dhe na ka arsimu se si eset rreth e qark
për të realizuar kufinin e kombit shqiptar, popullit shqiptar. Prandaj do të jemi mirënjohës historikisht popullit shqiptar, gjithsesht shtetit shqiptar, duke filluar nga Hasan Prishtina, Ismail Qemali që shpalli pavarësinë në 1912 dhe Vargevi, megjithse nuk përmendet kohëve të fundit, por po e shfrytëzojnë këtë rast, në këtë fest, edhe Enver Hoxhën, të cilët nuk e përmendin në institucionet tona, as në Shqipëri, por as në Republikën e Kosovës. E vërteta është se pa luftën nacional çlimtare të Shqipërisë, Kosova do të tretej. Kemi pjesë shqiptare që e kanë humbur identitetin e vet, duke përfshirë Sanxhakun, do thotë, të Novi Pazarit, edhe pjesë të ndryshme rreth e qark Shqipërisë që sot gjenden në Maltëzi, besamirësisht edhe në Maqedoni do të ketë humbje të tilla. Prandaj, kategoria e shtëdënuarve politik gjithmonë kanë bashkëvepruar me të gjitha forcat për të realizuar qëllimin dhe lirinë e këtij popullit. Urime lëvizjes shoqërisë Lëvizja, me më falë, shoqërisë Lëvizja 10 vjetorin, por edhe një element do të përmend që mund të përmendet më vonë. Ne kur e festojmë 10 vjetorin e themelimit të shoqërisë Lëvizja, këtu do të përmendim njërin prej protagonistëve kryesor të shtëdënuarve politik, Jakub Krasniqin, Hashim Thaqin, i cili e shpalli deklaratën kushtetuese të Republikës Kosovës, Kadri Veselin, Recep Selimin, i cili pikrisht me 28 e nëntorit doli në skenën publike bashkë me Muj Krasniqin edhe me Daud Haradinajn dhe e shpallën publike Ushtrinë Çlimtare të Kosovës. Dhe shumë komandant tjerë dhe shok tjerë të cilët gjenden sot në Hagë, respekt për të gjithë dhe ju jemi mirënjohës për kontributin që kemi arritur deri këtu. Jam ditë dëshmorëve të kombit. Përshëndetje për gjithë të pranishmit, pa dallim asnjë, të cilët jeni të nderuar të gjithë. Të nderuar anëtarë, bashkëpunëtorë dhe miq të organizatës Lëvizja. Jemi ftuar në këtë ambient për të shënuar 10 vjetorin e themelimit Lëvizjes, një organizatë që ka lindur si trashëgimi morale dhe shoqërore e organizatave shërimtare të etnisë tonë. Ky përvjetor Ky përvjetor vjen prag të festave të nëntorit, muajit krenarisë të historisë dhe të sakrificës së shqiptarët në breza. Në këto 10 vjet, Lëvizja ka dëshmuar se ideali për të cilin u flijuan shumë gjenerata para nesh, mund të vazhdoj të jetoj përmes punës, përkushtimit dhe veprimit qytetar. Ne kemi punuar për fuqizimin dhe rujtjen e sistemit vlerave tona, për avancimin e këtyre vlerave në përshtatje të zhvillimeve aktuale, duke motivuar nga sakrifica e së kaluarës për t'i kthyer në energji të reja për të ardhmen. Ky përvjetor nuk është thjesht një datë, është një reflektim mbi atë që kemi arritur së bashku, por edhe një zotim se rruga idealit tonë vazhdon. Sfidat të reja na presin, por ne mbetemi të përcaktuar të punojmë me përkushtim, me unitet dhe me vizion në amanetet e synimeve tona historike. Le të ndërtojmë të kaluarën le ta nderojmë kaluarën duke vepruar me përgjegjësinë në të tashmen dhe duke besuar në të ardhmen tonë të ndritshme. Sot ne festojmë, por dhe reflektojmë. Mbajmë në mendje të kaluarën tonë dhe vëmendjen drejt të së ardhmen si kemi. Le të vazhdojmë të jemi zëri i shpresës, i kurajës, i bashkimit, pjesëtar të organizatës Lëvizja, jo në të gjitha subjektet politike aktualisht në etninë tonë me statuse juridike të padefinuara, të përpiqemi që të luajmë rolin tonë konstruktiv që na takon brenda tyre për të afruar në bashkëpunim, në bashkërenditje, për interesin tonë kombëtar, për të arritur realizimin e synimeve tona historike. Jemi gjenerata më me fat që kemi arritur të
të organizuar me masovikisht në 3 lufta qërimtare, që nga ekzistenca e popullit shqiptar dhe gjithashtu gjenerata e parë që shohim një pjesë të madhe të realizimit të synimeve tona. Lavdi këtyre përpjekjeve, lavdi dëshmorëve të UÇK-s, lavdi dëshmorëve të UQMB-s, lavdi dëshmorëve të ushtrisë shqiptare kombëtare, lavdi gjithë dëshmorëve të kombit, urime 10 vjetori i lëvizjes tonë dhe gëzuar dita e pavarësisë. Faleminderit, Halit. Të nderuar pjesëmarrës, shumë të nderuar shokë të idealeve, të pashterura, të nderuara familje të dëshmorëve, të nderuar bashkëluftëtarë, të nderuar ju vëllezërit nga Shqipëria, megjithse në logjikën dhe psiqikën time nuk e ndaj Shqipëri, Kosovë, Ilirid, jemi gjithë një. Dhe lëvizja tregon më së miri që ka qenë një organizatë e cila i ka përfshirë të gjitha viset, nuk ka qenë ndame në asnjë mënyrë dhe nuk mendon të ndalemi këtu derisa kemi rri këtë fitore të Kosovës pa bashkimin e trojave shqiptare. Du t'i tham pak fjalë vërtet se më thanë që veç përshëndet, po respektja dhe përshëndetja vlon del nga zemra, nuk del nga truni. Lëvizja është krenare me veprimtarinë e vetë që ka bo, dhe kulmin e asaj veprimtarie që e ka lind Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Lindja e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës është produkt i lëvizjes popullore të Kosovës. Lëvizja nuk duhet harroj se njerëzit e saj ka pas në përgjitha vijat e fronteve të Kosovës. Të 7 zonat operative të Kosovës e kanë pas komandantët e lëvizjes popullore të Kosovës. Dashë pja thom të gjithë me emna, po nuk po du mi marrë kohë se më thanë që pak me thonë, këtu kemë edhe komandantin e zonës në Redimes Shukri Bujen. Nuk desha t'ju përshëndes me emna se shkepët përshëndetja dhe fjalimi, s'po du fjalim, po du veç përshëndetje, të gjithë për ju përshëndes, po një gjatë dine, që luftën e kanë bo enverishtet, luftën nuk e kanë bo titistet, luftën nuk e kanë bo farkistet. Ne jemi celulat e Enver Hoxhës të kultivura në Kosovë, të rritura dhe të përgatitura për luftë çlirimtare. Unë kudo që kom pas në cilët do, kompani apo togë, një enverist, një shok të lëvizjes, unë e kom ditë aty fronti nuk thejet, sepse më koni sigurt. Prandaj krenaria duhet çmuar, po lëvizja nuk guxon të ndalet këtu, se kërkush nuk na vlerëson për të kaluarën e largët, po na vlerësojnë çfarë po bëjmë sot dhe çka premtojmë për të bërë nesër. Prandaj na do të jemi ata që duhet ta çojmë përpara, ta bëjmë ndërtaninë e re, ta bëjmë bashkimin kombëtar, tek atëherë kryen misionin e vet lëvizja e Kosovës. Përshëndetje për kryetarin, përshëndetje për gjithë, ju lutem krisni akongën se mas miri del. Faleminderit Sadik. I fundit e ka fjallën në emër të Këshillit Lucernit, Këshillit Abaz Gjukës, Bajram Ajeti se ka me cilarë që atje s'peshu. Vëllezër dhe motra, një përshëndetje të sinqert nga shpirti për gjithë ju. Në veçanti për Namik Doklën, i cili me fatos nanu në vitin 1991, kishte kontaktet me lëvizjen se ka duhet të shkojmë. Përshëndetje e sinqert e më përullje për kryetarin historik të Lëvizjes Popullore të Kosovës, Fazli Veliun. Mirënjohje përjetësisht që na ka frymëzuar në rrugtimin ton për liri të madhit Adem Demoqi. Vëllezër e motra, nëntori më kujton gjithë këngën që ishte atëherë kur ishim të ri e frymëzoheshim nga nëna Shqipëri. Hajde muj nëntor i bardhë si dëbor, nisej nga 8 nëntori e vazhdonte deri te pavarësia dhe shirimi i Shqipërisë. Lëvizja, shoqëria Lëvizja, është e vërtet që para 10 vite shfilloi dhe la gjurmët e saj
po thuaj se në gjithë troje shqiptare. I la gjurmët e saj me qëllim që kujtesa historike të ruhet, sepse nëse harrojmë historinë mund të na përsëritet. Por më nxitin amiku me një fjalë që tha, a ne i kemi faje, ne i kemi faje. Ka qenë një kong që ka pasknu Dervishaqa që shumë e ka dash Gjagji Enver, Kamer Sejdia, po cilën ne kemi dëgjuar vetëm Kamerloshi. E ajo konga original që e ka knu e ndartë për stërmës të Demush Nëziri, aje këndon pak më ndryshe. Qka po thot Kamer Sejdia, bolle keqe kjo Serbia. Shumë më të këqi do shqiptarëzi, ko i rënë se deligjish, ko i në shkruhen për hafi, veç me u bo mirë me Serbi. Kështu që une sinqerisht uroj që ta vazhdojmë këtë rrugtim, të cilin nuk mund ta bëjmë, duhet jemi realisht, pa s'po i tham i madh sa e shumë modest dhe shumë i thjesht, pa Gjevat Bislimin. Kontributi i tij ka qenë i jashtëzakonshëm dhe i cili këtë shoqëri e ka bërë ajo që është, e cila na ka tubuar sonte, por edhe një gjë të gjithë besoj që kemi dhënë betimin para flamurit, ka qenë koha kur kemi dhënë edhe para klasikëve të marksizmit, ka qenë koha kur kemi dhënë edhe tek Haxhi Mer Prizreni në Ulqin, të varri i tij, ka qenë mirë që ky të bëjmë me u hap me himnin e flamurit. Përshëndetje të gjithëve, kalofshit mirë, shëndet të plot të gjithëve dhe jetë të gjatë dhe suksese tjera në rrugtimin të cilin duhet ta vazhdojmë. Faleminderit. Faleminderit Bajram. Fjalën përmbyllëse të kësaj mbrëmjeje që filloj me darkën, e ka njëri nga veprimtarët e dalluar të Lëvizjes Popullore të Kosovës, generali UÇK-s, edhe i zoti i shtëpisë, Shukri Buja. Përshëndetje për të gjithë ju të pranishëm, përshëndetje për miqt nga Shqipëria, përshëndet gjitha familjet e dëshmorëve, bashkëveprimtarët e në veçanti bashkëluftëtarët, të cilët i takoja gjatë luftës në vijat frontit. Unë pjushot gjithë juve, me gjithë ju jam njohur mirë, po pas ke ndryshu shumë, të ke plok shumë. Inshallah ju kemi edhe shumë e nuk noleni në veprimtarin për bashkim kombëtar. Unë në veçanti përmes jush duat përshëndes edhe ata që si kemi prezent këtu, që kemi gjallë. I kemi pas bashkëveprimtar në Lëvizjen Popullore të Kosovës e i kemi sot padrejtisht në hak. Janë të katërtit që akuzohen, janë ish veprimtarë të Lëvizjes, janë njerëzit tonë, janë bashkëveprimtarët tonë. Fillu nga ish presidenti Zoti Thaçi, nga Jakub Krasniqi, nga Kadri Veseli, e gjithsesi njerën që kemi dash dhe kemi respektu shumë, Basin Jakub. Ju përshëndes gjithë juve dhe të vazhdojmë me veprimtarin tonë, edhe pse kemi fillu me qalu ka pak nga pleqëria, jemi zbardhur nga veprimtaria politike, po besoj kemi ende energji për të vepru për bashkimin kombëtar. Faleminderit shumë, gëzuar festat e nëntorit, gëzuar festat e ushtrisë sonë të lavdishme. Faleminderit. Faleminderit Shuk, tani radha e dollijës. Gëzuar për flamurin tonë kombëtar, për atë dheun tonë të vetëm të përbashkët, gëzuar për të gjithë ata që me penë me pushk në e sollën lirinë deri këtu, lavdi dëshmorëve të kombit. Gëzuar.